Një marrëveshje e rëndësishme ndërinstitucionale është firmosur mes Ministrisë së Turizmit, Kulturës dhe Sportit GIZ edhe Agjencisë Shtetërore të Kadastrës në kuadër të zbatimit të programit të rijetëzimit të kullave. Marrëveshja synon zgjidhjen e çështjeve të pronësisë, të cilat konsiderohen thelbësore për realizimin e investimeve në këtë sektor dhe për zhvillimin e turizmit kulturor në vend. Ndërkohë, puna në terren ka nisur konkretisht. Nga 34 rastet pilot të trajtuara, të gjitha aplikimet janë kontaktuar dhe mbështetur. 4 prej tyre janë pajisur me certifikat pronësie, ndërsa 28 të tjerë janë në proces shqyrtimi. Në rreth gjysmën e rasteve janë të kryera matjet në terren, ndërsa pjesa tjetër vijon të përballet me sfida që lidhen me kapacitetet financiare dhe procedurat administrative. Paralelisht po vjen edhe procesi i regjistrimit të kullave me mbështetjen e GIZ dhe DRTK Shkodër. Janë inventarizuar dhe dokumentuar 523 kulla, duke përfshirë, siç e tham, gjithë të pjesë të komponentëve të tyre, po sidomos edhe nga pikpamja e potencialit turistik, pra dhe ndërveprimi i tyre me zona dhe me qytetat apo fshatrat apo lagjet ku ato ndodhen. Është ngritur një platformë digjitale dhe një instrument i vërtet planifikimi dhe vendimarrje pason për këtë gjë. Deri më tani janë zhvilluar disa takime, se fjala seminar është pak si e lodhshme kur e thua, sensibilizuese me mbi 300 pjesëmarrës, pra ky është një proces i cili po përfshin shumë njerëz, shumë ekspert, shumë njohës nga komunitetet, po edhe ata që janë direkt pronar, trashëgimtar e tjerë të këtyre objekteve, në 13 bashki, duke krijuar një lidhje të drejtë për drejtë edhe me universitetet, ku 39 studentë, disa prej tyre besoj kemi sot këtu, kanë kontribuar dhe janë realizuar pra 28 projekte restaurimi. Në këtë proces janë mobilizuar 8 fusha të ndryshme ekspertize, duke garantuar dhe një qasje multidisiplinare. Ky zhvillim konsiderohet një hap konkret drejt krijimit të një baze të qëndrueshme ligjore dhe institucionale, me synim nxitjen e interesave, zhvillimin ekonomik lokal dhe rritjen e turizmit kulturor në Shqipëri.